Ne si Euroseg, ne besojmë shumë në vlerat njerëzore, edhe për këtë arsye, kjo i përçon vlerat sa më të mira të burimit njerëzore të njerëzit që të informohen çdo kohë më shumë për industrinë tonë. Resurset humane përkojnë me vlerat tona të kompanisë. Andaj na jemi gjithmonë në çdo vend, në çdo summit, në çdo konferencë, edhe na i përkrojmë edhe investojmë shumë a shumë, për shkak që bota ka një lëvizje shumë të madhe drejt avancimeve të teknologjisë. Për atë arsye na mundohemi çdo moment, çdo kohë me kanë ofër tyneve edhe me investu në ta. Ndryshime ka në 5 vitet e fundit. Na si Euroseg kemi bërë revolucion në industrisë sigurimeve, të mundu mi përshtat produktet e sigurimeve për bizneset e ndryshme. Gjithashtu, sigurimet shëndetësore me herët nuk kanë qenë shumë aktive në për njerëzit, por kemi fillu me punu qas shumë sa që njerëzit me marrë informacion ose me eduku, me mbrojt shëndetin e tyre prej fatkeqësive ndryshme. Na si Euroseg, me plot vedi them që jemi prej kompanive më të mira në Kosovë edhe në rajon. Gjithashtu, kuadër kompanisë na kena bërë inovacione të mëdha, sidomos me sistemin online që e kemi, aplikacione që llogarinë e sigurimit shëndetësor mundesh me përcjell në kohë reale sikur llogarinë e bankës. Mundesh me pa kur u pranu kërkesa, kur u vlerësu, kur u pagu. Gjithashtu çdo kërkesë mundesh me paraqit online. Komplet kushtet e kontratës i ki në kuadër aplikacionit. Gjithashtu kartelën e ki digjitale, nuk ki nevojë më marrë. Kjo është një prej avancimeve. Gjithashtu edhe në trajtim dëmeve kemi fut AI-n për trajtime dhe vlerësime. Kjo bëhet në kohë shumë rekord, shumë shpejt. Bizneset në kohën e fundit kanë një vlerësim shumë të madh, për shkak se ata dojnë me mbrojt pasurinë e tyre, si objektin, si punëtorët, si asetet e tyre mundohen me mbrojt. Këtë rast, kompanitë e sigurimi janë ofër tyre. Na ofrojmë shumë lloj produkte, si sigurimin e automjeteve, sigurimin me pronave, garancionet, sigurimin e shëndetit e tjera. Me këto produkte na gjithmonë kompanitë i mbulojnë për rrezikeve ndryshme, për fatkeqësive ndryshme apo ndodhive që ndodhin.